Në Gjadër u zhvillua një tubim simbolik në përvjetorin e dytë të marrëveshjes mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes italiane Giorgia Meloni për ngritjen e strukturave të pritjes së emigrantëve në territorin shqiptar. Aktivistë shqiptar dhe italian u mblodhen pranë kampit për të protestuar ndaj mënyrës se si po zbatohet marrëveshja, të cilën ata e cilësojnë të dështuar dhe në kundërshtim me parimet e të drejtave të njerëzit. Gjatë tubimit, protestuesit bllokuan për disa minuta autobusin e stafit italian që shërben në kamp, ndërsa në terren u angazhuan forca të shumta policie për të shmangur për shkallëzimin e situatës. Pjesëmarrësit akuzuan qeveritë të dy vendeve për mungesë transparencë dhe mos respektim të drejtave të refugjatëve që ndodhen ende brenda qendrës. Ata theksuan se, pavarësisht premtimeve të qeverisë italiane për kushte në përputhje me standardet ndërkombëtare, kampi nuk ka arritur të përmbushë qëllimin fillestar dhe vijon të jetë simboli dështimit të politikave të përbashkëta për menaxhimin e emigracionit.